Që nga nesër, telefoni në dorë mund t'ju kushtoj shtrenjtë. Ligji i ri ndalon përdorimin e pajisjeve elektronike teksa t'i kalon në vizbardha. Një shpërqendrim i vogël rrezikon në gjoba të rënda, sepse ky ligj synon sigurinë e jetës nga aksidentet. Sipas nenit 116 të ligjit për sigurinë në komunikacion, këmbësorët tashmë janë të detyruar të lëvizin me kujdes, pa përdorur pajisje elektronike që mund t'i ulë vëmendjen gjatë kalimit të rrugës dhe shtegut të biçikletave. Ndryshe do të dënohet me 40 euro, ndërsa për shoferët e skuterëve, traktorëve dhe motocikletave që vozisin dhe përdorin pajisje elektronike, gjoba është 50 euro. Ligji është i publikuar edhe në gazetën zyrtare dhe zbatimi i tij do të fillojë që nga nesër, ku vëmendje e veçantë kushtohet ecjes të sigurt në vizat e bardha. Sipas ligjit nuk mund të përdoren kufje, telefona celular, tableta, ora inteligjente ose pajisje të tjera elektronike që mund të zvogëlojnë vëmendjen dhe sigurinë. Nga ku përjashtim bëjnë vetëm pajisjet e specializuara të komunikimit të integruara në helmeta mbrojtëse. Ndërkaq nga 1 janari i vitit 2026 pritet të hyjë në përdorim edhe sistemi Qyteti i Sigurt, i cili me video mbikëqyrje do të identifikojë shkeljet e komunikacionit. Edhe pse kamerat në komunikacion janë legalizuar tashmë, zbatimi i tyre i plotë do të fillojë në vitin e ri. Megjithatë, për këtë është e nevojshme të miratohet edhe ligji për shkeljet, i cili ende nuk është shqyrtuar në kuvend. Deri atëherë, sistemi Qyteti i Sigurt do të funksionojë në mënyrë prove.